koka e Husein ibn Aliut gjendet në pallatin e Ubejdullah ibn Ziyad, dhe Ubejdullah ibn Ziyadi e merr një shkop dhe e prek kokën e Husein ibn Aliut, e prek me shkopin në faqet dhe buzët e Huseinit dhe i thot vërtet, Huseini biri Ali ibn Abi Talib ka qenë i bukë. Me mexhlisin e atit prezenton Ebu Berzet el-Eslemi dhe Enes ibn Malik. Po i përmeni këto emne se të gjithë emne të cilët i përmendin janë me rëndësi me i dit apo së paku atyre që intereson me dit se ka të bëjë me një mesel, se koka e Husein ibn Aliut është dërgu në Sham apo jo. Argument se nuk është dërgu në Sham të Jezidi, prezenca Ebu Berzet el-Eslemi dhe Enes, nga se ngjarja që transmetohet se është dërgu të Jezidi dhe tregohet se e ka këshillu Enesi, Ebu Hamza Enes ibn Malik apo Ebu Berzet el-Eslemi. Argumenti më i fuqishëm si thot Ibn Taymija se koka e Huseinit nuk ka arrit në Damas, për çka se Enesi dhe Ebu Berzet nuk janë konë kur në Sham. Si ka mundësi që transmetimi qëti vërtet, kurse transmetohet kinë se Ebu Berzet el-Eslemi e ka këshillu Jezid. Kja është argument, njoni për argumente, dhe zinxhiri transmetimi tash i dop. Kur e prek Ubejdullah ibn Ziyadi faqet dhe buzët e Huseinit dhe thot vërtet ka qenë i bukur, thot Enes ibn Malik, në vetën time thash vallahi ka me ta prishket me xhlis. Dhe i thash, në atë vend që pe prekti me shtak, e kam pa pejgamberin e Allahut, e donte dhe e puthte Huseinin. Tha kur ja transmetova këtë transmetim, tha tërheqi dorën dhe kuptoj çka du mi thonë. Sot ti e ke mbit nipin e pejgamberit Allahut dhe ke pru kokën e Huseinit në pallatin tanë dhe po e prek me shtak, ndërsa pejgamberi Allahut e donte Huseinin dhe thonte, o Zoti i madh, duje atë që e don Huseinin. Para ta tha ja prisha me xhlisin Ubejdullah ibn Ziyad. Pastaj ko do të tërgohet koka e Huseinit. Koka e Huseinit që tham, transmetohet se ka vearin në 6 vend. Aja ka pas një kokë, dhe si thot një historian nuk i ka pas 3 kokë, po këto që ja kanë bo 3 varre apo 3 makame janë biznismenët e sufive që kanë tentu prej njerëzve të thjesht të grabitin para. Për këtë arsye kanë trillu varre të ndryshme për atë koka e Huseinit dërgohet në Medinë dhe vorroset koka e Huseinit, disa thonë bashk me trupin e Huseinit në Medinë, afër varrit të nanës së Huseinit Fatim. Këtë thot Ibn Taymija me plot guxim dhe me argument. Cili është argumenti se Huseinit kofoma dhe koka e tij është dërgu në Medinë, nga se nuk ka argument të vërtet se koka Huseinit siç pretendojnë shijat, se pas 40 ditëve është vorros në Kerbula, para ta e festojnë ditën e 40, si kjo dukuri ka dominu edhe në trevet tona, se thojnë ditën e 40 i derdhën kocit. Të vdek, janë pallavrat e dervishave Tiranit, shijave të shëmtuar dhe nuk ka të bëjë me të vërtetën farë. Pra sa ti largohes Kuranit dhe Sunnetit, s'ke kohë me nda për të ndëgju fjallën e Allahut dhe fjallën e pejgamberit Allahut. Allahu ka me të nënshtru që me kohën
me ndëgju palavra të dervishëve, të bashkohorëve të cilët dominojnë dhe tentojnë të aprishin dinin Allah. Husein ibn Ali dërgohet atje, tregon Ibn Taymija dhe thot, sikur që Ubejdullah ibn Ziyadi mos kish leju koka Huseinit të varroset në Medine, do të shohmi sot medinasit do t'ja kishin zonë për të madhe, dhe s'paku njani prej atinve do t'kish fol dhe do t'kish thonë, qka kjo edhe s'po lejoni edhe nipin e pejgamberit Allahu të vdekur me na i dorëzu. Nuk transmetim të vërtet se është vëros Kerbula, dhe nuk është e vërtet se është vëros në Rikka, si transmetohet me një transmetim jo të vërtet se Ubejdullah ibn Ziyadi ja ka dërgu kokën Jezidit në Damas. Nuk është e vërtet. Pra, koka Huseinit nuk ka mrejnë Damas, edhe varri që gjindet në Damas në xhamin Amavi është i trillum dhe nuk është i vërtet. Disa thojnë se Jezidi ja ka qu kokën në Rikka, një familje se Osmanit, që kinë se me shfrin familjen e Osmanit, për çkak se ja kanë bit Osman. Pallat. Ndërsa ajo që i koka pretendohet se është në Egjipt në Skalan, transmetimi është se një sufi kishra me flet, kur ish qunë sabah, e kish pa në ndër se koka Huseinit ishte rotullu deri kish mërin në Skalan. Këto janë palavrat e Fatimive, kur e kanë pushtu Egjiptin popolata, sa kanë dakord dhe ato kanë pretendu se janë familja pejgamberit Allahut, si ta trillojnë një varë, që ta lidhin vetën e tire me ta, në qohën mëngjes dhe një dervish e kish pa se koka Huseinit është në Skalan dhe janë dërtojnë një qeqen ta, e pastaj vitin 548 kinë se transferojnë atë varë dhe vorosin në Husein, do me thonë në Kairo, dhe janë dërtojnë një teqe të madhe, edhe japin pasurit të madhe, që njerëz të thjesht i bindi dhe thojnë për një men, këto kanë në zare për një men familja pejgamberit Allahut, atë shumë që pedojnë kokën e Huseinit dhe atë po që po shpenzojnë për kokën e Huseinit. Kë janë dallaverat e politikanëve dervisha të asaj kohe, që me mbjell dervishizmin në popullin e Egjiptit, si që kanë arrit me mos të mos. Nuk janë këto të vërteta dhe këto palavra, nuk i pranon as logjika e vërtet, po e vërtet transmetimi është se Abdullah ibn Hajjaji ja ka dërgu Amr ibn Saidit në Medine dhe është vogros Huseinin në Baqi' afër nanës së tij Fatimës. Dhe kjo është zakon ka qenë në atë kohë kur Hajjaji e ka mbit Abdullah ibn Zubairin, e ka gushtu në Mekke, pastaj ja ka dorëzu familjes vetë. Ki ka qenë zakon që a praktiku në atë kohë, dhe do të shohmi në dersin e ardhshëm se çka ka ndodhur me Abdullah ibn Zubairin.